Përshëndesim nga këndi gatimi dhe po bëhemi gati për të nisur me recetën e parë të zonjës Vjollca. Si gjithmonë, produktet janë gati, idet janë gati, menuja është gati. Ti zonja Vjollca je gati? Po, shumë gati. Madje më gjetët në punë e sipër, mirëmëngjes, mirë se erdhët në emisionin tonë dhe sot do të përgatisim një tavë me patate me djathra kryesisht, por më tepër djathë parmigjan. Është një tavë shumë e shijshme. Kemi prosciuton, kemi pataten, tani po i theme gramatura, do të lidhet ingredientet nëpërmjet beshamelit. Beshamelin e kemi bërë disa herë, dhe nuk është nevoja që ta japim recetën, por 2 lugë miell, 2 lugë gjalp, do t'i kaurdisim, pa i dhënë ngjyrë, do të hedhim qumshin derisa të na përftohet një masë kremoze. Pra, për 2 lugë 500 ml qumësh. Do të hedhim krip, piper dhe arë muskat. Kjo është hapi parë. Hapi dytë. Kemi qëruar patate, do t'i presim në feta shumë të holla. Shumë të holla. Të vazhdoj unë me patatet? Po, mund të vazhdosh. Pastaj do t'i alternojmë në një tavë, djathë, prosciutto, patate, beshamel. Do të bëjmë sa shtresa, të dëshirojmë ne sipas dëshirës. 1 kilogram patate është e mjaftueshëm për këtë tavën që kemi ne. Mund të bëjmë 2, mund të bëjmë 3, në varet se sa të holla do t'i presim patatet. Tani priti si duash vetëm të jenë të holla. Unë kam kaurdisur këtu për shpejtësi 2 lugë gjalp vitam me 2 lugë miell. Qumshin madje e kam lënë të ngrohtë, edhe pak, sa të më fitoj përsëri nxehtësinë e duhur. Dhe filloj hedh qumshin gradualisht, derisa unë kam çik më tepër se 500 ml qumësh këtu, derisa të na përftohet një beshamel jo shumë i trash, mesatar. Prandaj lash pak më tepër qumësh. Përbërësi si tresat e beshamelit nuk do t'jenë shumë të trasha, të holla, 2-3 lugë, dhe i lëm njerë patatet aq. Hajtë, prite. Se dhe tava jo nuk kemi zgjedhur një tavë madhe, se për të është tava mesatare. Kur janë të holla ndihmojnë edhe për të pjekur. Deri këtu jemi me 500 ml qumësh. Këtë e kam vendosur tepër. Ta rregullojmë me një çik krip. Gjatë kohës që ne do të hedhim qumshin, gjithmonë do të jetë në lëvizje të vazhdueshme dora, për arsye që mos të na lidhet mielli, mos na bëhet kokër, por të bëjmë një salcë bechamel, kështu quhet, kremoze dhe të shijshme patjetër. Ndoshta nëse do të na bëj kokra, nuk do të realizonim atë që dëshirojmë. Ja, e lëm tani të fluskoj pak. Okej. Tani, ndonjë nga mbisat shumë natyrshëm mund të hedhë këtu një grusht parmigjan, akoma më e shijshme. Do të bëhej, do të hedh vetëm një pikë fare, se nuk e dua shumë të trash dhe mjafton. Po, parmigjani me qenë se është pjesë të lutem pak krip. Me qenë se parmigjani është pjesë, si thuash, e recetës, pra, djathrat janë ato që të japin shije recetës. Pak fare krip. E lëm në një tas të vogël këtë. E trazojmë. E heqim. Dhe këtu do të hedhim piperin e zi, mund ta hedhim dhe direkt. Do të hedhim arë muskat. Si gjithmonë sa që përgatisim beshamelin. Po, e largojmë këtë. I jep një shije dhe e bën shumë të këndshëm beshamelin. E trazojmë më mirë dhe salca është gati. I vendosim kapakun që mos të na zërë ashtu kore. Dhe tani fillojmë këtu nga puna. Dhe me gjalpin mbaruam, se i kam përdorur 2 lugë për beshamel. Pra, që mos tromben anvisat, kaq ingredient.
kemi dalë pak sot Përbërë si kryesor është patatja. patatja. Patatën jemi tani në stinën e vjeshtës, dimri është patatja në treg. Do të sillim nga mënyrat të mbushur të pambushur në supa, pa supa. Është prezencë sikur do të që kur ham çik patate sikur na mban më Është bukë. bukë, është fiks ajo që thuhet. E nisim me beshamelin, në ta shtrojmë tavën fillimisht me beshamel? Po. Është. Tani s'kemi yndyra të tjera. Ja prit. Ajo është letra e çik, letër alumini që do të përdorim në fund fare për ta mbuluar. As yndyrë, as një do të mjaftoj vetëm 2 lugë gjalp që kemi hedhur, gjalpi tanë që kemi hedhur ke beshameli. Dhe sa për yndyrë, mjafton yndyra që kanë djathrat. Prandaj, ndonjëri mund të thotë që ka shumë kalori. Jo se është pa kalori, por nuk është se është një kalori e tepruar për arsye se ne i kemi hequr nga yndyra. Për vatin e drekës që ne e sjellim si recetë, sepse në drekë gjithmonë e kemi pak më të bollshëm si I lyem këtu vat. edhe një qik anët, që mos të na ngjiten. Shiko, është shumë e shishme, si tavë. Mua më pëlqen shumë. I bëj shpesh, kështu që ju provojeni një herë, nuk ju kushton asgjë. Mund të përdorni në vend të djathit të picës, mund të përdorni dhe djath të tymosur, por mund të përdorni dhe mozzarella. Po, diçka që shkrim. Po, tani marrim pra patatet, duhet jenë të holla, si që shikoni, është goxha e hollë. Kjo na ndihmon që të edhe të piqen më mirë, Po sigurisht, edhe më mirë dhe më shpejt. edhe më shpejt. Është si kur të themi kemi shtruar një petë për lazanjë. Pra, baza është me beshamelin e përgatitur dhe më pas me patatet. Unë do bëj një përmbledhje të tabelës. Sepse nuk i loj që të ngjiten. Po, është e vërtet. Po. Ka edhe këtë lloj funksioni. Patatet me parmigiani sjellim sot në recetën tonë të parë, po lexoj përbërësit për gjitha zonjat që dëshirojnë që ta gatuajnë në shtëpitë e tyre. 1 kg patate ju nevojite, 200 g prosciutto e tymosur, 150 g djath pice ose mozzarella, 70 g djath parmigiano, krip, piper i zi, 2 lugë gjelle gjalp, 2 lugë gjelle miell, 500 ml qumësht, krip, armoskat. Si që shihni, pjesa nga mezi dhe poshtë e tabelës i përkasin përbërësit për beshamelin. Kështu që si recetë e kanë fjallën, janë shumë pak përbërës. Patatet, djathi edhe prosciutto. Por ta provuar ndryshe si gatim. Unë po hedh pak fare, shumë pak, beshamel, sa për të ngjitur një qik djathin, dhe që të shkri bëhet akoma dhe më e shishëm. Këtu, do të hedh pak parmigian. Parmigian jemi akoma tek ajo copa që kemi blerë. Po, për avizat që kanë gatuar me ne dhe na kanë ndjekur me vëmendje çdo ditë, e dim paka shumë produktet tona, sasin, masën, kur nuk kam shkuar akoma ke gjysma e asaj pllakës që kam blerë, kështu që edhe pse përmendim shpesh, do të thotë që nuk do të mbarohet. Tani shtrojmë prosciutton. Prosciutton fejtat sa më të holla, ja. 200 g prosciutto, nuk është se... Madje edhe në kosto kam përshtypjen se nuk do të besoj të ditë në një kosto e është i qik më shumë se... Nga prosciutta, besoj. Po, sigurisht. Tani, hedhim përsëri, pak fare, shumë pak. Kështu. Besoj se do vendosësh edhe një shtresë tjetër me patate. Po, patjetër. Kur i sjellim patatet në tavë, në mënyra të ndryshme, për shembull kur i kemi sjell me perime, ose kur gatuajnë avizat në shtëpi patatet, musakam për shembull. Po, afërsisht disa mënyra. Ato që kanë qef tavat mund të bëhet edhe me kimra të ndryshme, duke e bërë musakan e kthejmë në pure patate.
Për këtë vit s'kemi bërë, por do të sillim dhe në forma të tilla. Sepse du ta sillim shpesh besoj pataten, se ne e përdorim si le të themi guzhinë, duke qenë se është edhe bukë dhe gjellë. Gjithë Shqipëria. Gjithë Shqipëria e përdor pataten, por pse ta sillim vetëm në gjellë, kur kemi mundësira ta sillim në forma nga më të ndryshmet. Kemi edhe një patate, do të më grish edhe një patate tjetër. Mbasi shtresat, nga që tava jonë nuk është shumë e madhe, janë mjaftueshëm. E hapim kështu një qik, mund të merja dhe furçën unë, për të hapur, por do të që beshamel për të bërë mbyllje në fund fare. Në fund fare do mbyllet me beshamel. Hedhim djathën parmezan. Edhe pak të tillë. E ngjit. Këto janë të dy lloj djathrash që shkrijnë. Edhe mozzarellin nëse do ta përdornim, do ta bënim në copza, në fije, në... Po. Ose në feta të holla, por shpenzon më shumë nëse ta vendosësh në feta të holla. Prandaj, unë mendova që ta gri, kështu që e kontrolloj më mirë peshën. Mund të hedhim pak djathë të tillë, këtu. Pak fare. Me çfarë të shoqërojmë këtë recetë, zonja Vjosa? Do bësh ndonjë supë apo salat? Salat ndryshe nga sallatat e tjera. Mjafton. Vendosim tani patatet përsëri. Edhe një shtresi gjithmonë në të njëjtën mënyrë siç e kemi vendosur edhe të para, që kur të prihet jetë le të themi e përpjesshme. Ja, u mbush tava plot. Madje na tepruan përsëri. 1 kilogram patate është mjaftueshëm. Veç e rëndësishme është që t'i prisni shumë hollë. Nëse t'i prisni të trasha, nuk del 1 kilogram patate. Dhe të jenë, si thua, në të njëjtën madhësi patatet. Po. Të jenë që të mëdha. Ja, është vërtet që të gjithë të dalin kështu barabarta. Ruz. I vendosim pak fare si tjegulla, jo të hapura komplet. Dhe gjithçka është gati. Ja, edhe një shtresi tjetër tani me... Do ta izolojmë komplet me... Të përdorësh më mirë spatulën, furçën, cilat të Po, spatula më mirë. Edhe beshameli sa më shumë të ri, fillon dhe bëhet më trash. Prandaj unë nuk e desha shumë të trash. Madje e pas kam llogaritur mirë qumshin. Se për të vendosur sipër, vetëm sipër një pastiçeje, është shumë mirë. Ndërsa për ta vendosur midis, patatja nuk ka gjendje të lëngshme, pavarësisht se ka ujin e vet. Kështu që mund ta ndihmojmë një çik duke e vendosur beshamelin pak më të hollë, që të zjej. Dhe nga niveli si duket është fiks. Kjo është për shkak të vendosjes mirë të patateve, se mund të jenë ca më të mëdha, ca më të vogla dhe krijojnë si relieve. Na ndodh, ja më ndihmove goxha duke mi prerë ashtu siç duhet. Anvisat do ta kem parasysh këtë gjë, nëse do ta realizojnë këtë recetë, do ta gatuajnë sot për drek ose nesër, se ndodh që më merren sot për bërësit. Po, atëherë shënohen. Pjesa e djathit parmezan është do luaj rolin edhe që do ta granitoj. Pjesa e djathit picës do të shkri dhe do të njësohet bashkë me beshamelin. Ndërsa parmezani do të qëndroj, do të shkri, pastaj me njëherën kur ta heqim, që të ftohet pak, ajo bëhet pak si krokant dhe shumë i shishëm. Mirë, sa minuta e qëndron në furrë do rri mbi 30 minuta, do ta shohim. Fillimisht do ta mbulojmë një çik me një letër alumini. Dhe më pastaj do ta heqim letrën për t'i dhënë atë ngjyrën që dëshirojmë. Sa po e fusim e mbulojmë edhe me letër. Kjo ishte
ishte receta e parë. Po e vendosim për të pjekur, në ta presim se besoj se dhe sa të përfundojmë edhe deri në pjesën e dytë do jetë përgatitur, do jetë pjekur në furrë. Do doja të lexoj edhe një herë përbërësit përpara se të shkëputeshim për publicitet, në mënyrë që të rikthehemi pastaj për të shpjeguar se çfarë do të gatuajmë më pas. 1 kg patate, 200 g prosciutto të mosur, 150 g djath pice ose djath mozzarella, 70 g djath parmigiano, krip, piper i zi. Ndërsa nga gjalpi, pra 2 lugë gjelle gjalp, 2 lugë gjelle miell, 500 ml qumësh, krip ar moskat janë përbërësit për përgatitjen e beshamelit të salsës, e cila do të jetë si në fund fare, pra si shtres e parë e tavës, po ajca edhe në fund fare të kësaj mbuluam. Tashmë i vendosëm me radhë, si ku ndërndoqët procedurën, dhe është momenti që ta pjekim. Po, patjetër, nga ky moment tava do të ri mbi 30 minuta, do ta shohim, është njësoj si ke keku, nëse duam të shohim janë pjekur patatet apo jo, me një stikadent, nëse stikadenti hynë si ëmbëlsirat, thjesht, po, atëherë patatja është gatuar shumë mirë, në temperaturën 200 gradë. Mirë, bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare, rikthehemi shpejt. Ja ku jemi prapë në këndin tonë të kuzhinës, dhe ndërkohë mbi tryezë kemi sjell përbërësit e recetës së dytë, të cilën do të nisim pak punën që në këtë pjesë, sepse na duhet që ta vëmë përpara dhe që kur të rikthehemi të kemi mundësi edhe ta provojmë, ta shijojmë dhe ta servirim. Është një sallatë, zonja Vjollca, por shoh edhe mish në të. Një sallatë ku do të presim në rypa shumë të hollë, një filet pule, do të gatuhet sallata për 2 persona. Nëse do kishim dhe një filet tjetër, unë qëllimisht nuk e mora shumë. Pra një filet për 2 persona, 2 fileta për 4. Atëherë, do të kemi një deg selino, unë këtu kam 2, do të kemi për 2 persona gjithmonë, 2 lugë çaj majonez, 4 lugë çaj kos të zakonshëm, kemi një kokër mollë, 3-4 lëng portokalli, kemi një gjysmë speci të verdhë, mbasi speci ishte shumë i madh. Do të kemi dhe rukola ose sallatë jeshile, çfarë të dëshironi ju. Është një sallatë komplet ndryshe, mund ta shoqëroni me bukë të zezë, por shumë e shijshme. Pra, duhet të mësohemi që në një mënyrë ose në një tjetër ne përveç se frutave të thata, edhe frutat që japin shije në një sallatë. Edhe pse ne do të përdorim mollën, edhe pse do të përdorim lëngun e portokallit, në dressing absolutisht sallata nuk do të jetë e ëmbël. Do të ketë një shije të kripur Sallatës. Po. Se do të shikojmë me ato që do të përgatitet për dressing. Ne kemi dhe rukolën, po pasi nxjerrim, besoj. Po, ta nxjerrim më vonë, për arsye se na rrudhet, na prishet. Merrem fillimisht do ta pjekësh, do ta skuqësh pak. Do ta skuq mishin derisa mishi të zverdhet dhe të marrë një çik ngjyrë. Të thahet pothuajse. Aty është i gjithë lezeti i kësaj sallate. Të pafundme janë në fakt mënyra se si mund të realizohet një sallatë, të pafundme me përbërës. Po, është e vërtetë. Përbërës, po që s'e shkon në mendja se si mund të kombinohet, fjala vjen selinoja me mollën. Kombinon shumë. Selinon do ta pastrojmë nga fijet dhe do ta presim në unaza të holla. Ashtu siç prem patatet, në unaza shumë të holla, e kombinuar me specin e verdhë, me majonezën, kosin, lëngun e portokallit, me rukolën që është pak, vjen pak si e idhur, e ka një shije të veçantë, jo si sallatat e tjera, dhe me mishin e pulës që nuk është shumë kalorik, por është i shijshëm. Mishi pulës gjithmonë kam takuar anëse dhe më thonë, aman me atë mishin e bardhë, se vërtet dietologët thonë që duhet ta konsumojmë, po në ç'më mënyrë. E pra, pafundësisht janë recetat ku ne mund të përdorim filetën e pulës, si në gatime, si në pasta, në mënyrat nga më të ndryshme. Po, është e vërtet. Qoftë edhe në sallatë si kundër e sjellim sot. Prandaj themi shpesh që idetë janë ato që duhet të dihen, ato që i bëjnë ndryshimin dhe në ndryshojnë tryezën, rutinën e gatimeve dhe të gjelljeve që sjellim çdo ditë në shtëpi, mjafton të mësojmë ca receta të thjeshta, të shpejta, praktike që na lehtësojnë edhe punën dhe të mos jenë shumë ngarkesë për anvisat, për zonjat që nuk kanë shumë kohë. Do të hedhim një lugë vaj ulliri, jo shumë, dhe sa po vaj të ngrohet, do të hedhim copat e pulës. Tani, me që se ne sjellim si shoqëruese, zonja Vjollca, shoqëruese të recetës tjetër, po sigurisht që kjo është një recetë që përbën një vakt, duke qenë se kam mishin
pjesë. Mund ta shoqërojmë me një fet buk si kundërse. Po, me një fet buk të zezë. Frutat perimet, dhe është tamam një vakt. Jo, një sallatë konceptohet si një sallatë shoqëruese e një recete dhe mbaroj me aq. Por duke qenë se ka proteinën, ka mishin, ka perimet, ka bulmetin, pra është një recetë e plotë kam fjalën që nuk mund ta konsumosh në darkë dhe mund të mos konsumosh asnjë gjë tjetër. Po. Ja. Si recetë më vete. Lind nevoja që ne t'i gatuajmë tani copat e mishit, për arsye se nuk mund t'i vendosim të nxehta në sallatë. Duhet të ftohen, kështu që në minutazhin që ne do të shkëputemi, kjo pjesë na hyn shumë në punë. Edhe pak. Pjesa e skuqjes. Edhe pak. Do dhe pak vaj. Do ta marinojmë vetëm me krip, për arsye se përbërësit e tjerë, kripa dhe piperi zi dhe vaj ullirit prap, do t'jenë prezent gjatë salsës. Kështu që ja filloj. Shumë të holla. Pjesët e mishit do t'jenë shumë të holla. Në një tigan duhet që mos na ngjisin. Do t'jepje pak ngjyrë, jo përveç se ndryshimit të ngjyrës së tyre që do bëhen të bardha. Do ta zvert, madje le të marrim një çik ngjyrë ashtu duhet. Do t'i lëmë të ftohen ndërkohë dhe më pas do kompozojmë sallatën. Do të merrem më pas edhe me përbërësit për t'i hedhur në tabelë, ndërkohë Zonja Vjollca, e diti që jo të gjitha produktet tona ushqimore mund të qëndrojnë në frigorifer? Po, e di. Ka përbërës që mendojmë... Si di gjithë përbërësit, por e di. Unë për shumë nuk di shumë, por mund të përmendim disa përmes një materiali. Gazetaria Elda Lame ka përmbledhur një listë ushqimesh të cilat nuk duhet të qëndrojnë në frigorifer. Për arsyen e vetme se jo vetëm që prishet shija e tyre, por edhe humbasin vlerat ushqimore që ka ky produkt. Ndaj është mirë që ky produkt jetë fjala vjen në dollap apo diku tjetër, këtë ta shohim përmes. Nga këto është çokolata që nuk duhet të rrinë në frigorifer. Ndërto është çokolata. Ngrin shumë, nuk duhet të rrinë në frigorifer. Tani ekspertët kimistët mund ta shpjegojnë më shumë. Ai ka paketimin e tij. E tillë që se do ta konsumojmë apo i bie. Unë kërkoja një lloj çokolate një herë, nuk po e them emrin për arsye reklame, që nuk ishte fare në treg. Pse? Sepse nuk i rezistonte temperaturave dhe tha ky lloj çokolate prodhohet vetëm në tetor dhe në vazhdim gjatë marsit, prillit nuk ishte më në treg. Sepse fillon dhe humbet. Ishte më delikate gjatë temperaturave. Nga industria. Mirë, ndiqni edhe ju listën e ushqimeve që nuk duhet i fusni kurse si në frigorifer. Sa po bëjmë pazarin, të gjithë vrapojmë drejt frigoriferit, kështu ushqimet tona do të qëndrojnë më gjatë të freskëta. Por ndonjëherë mund të gabohemi në mbajtjen në frigorifer të çdo produkti, duke besuar që nuk do të prishet. Në të vërtetë ka disa ushqime që nuk rekomandohen që të vendosen në frigorifer, por të qëndrojnë në temperaturë ambienti në vende të thata, larg rrezeve të diellit. Domatet mund të humbasin shijen e tyre në frigorifer pasi ajri i ftohtë bllokon procesin e pjekjes. Specialistët thonë se temperatura e ulët prish membranat brenda tyre, duke i bërë më mishtore. I ftohti e bën lëkurën e tyre shumë të butë dhe jo të pëlqyeshme për konsumim. Borziloku. Mbajtja e borzilokut në frigorifer në kontakt me ushqime të tjera dobëson aromën e tij. Këshillohet të mbahet në një vazo me pak ujë, ashtu siç veprojmë edhe me bimët e tjera aromatike. Patatet. Nëse do të ruhen në frigorifer, transformojnë më shpejt amidonin në sheqer, duke rrezikuar të kthehen më shumë të ëmbla kur të gatuhen, ndaj këshillohen të mbahen në një vend të mbyllur, në dollap apo në depon tuaj ushqimore. Qepët. Nëse do të ruhen në frigorifer, lagështia do t'i zbuzë dhe do t'i myk. Këshillohet njësoj si patate të ruhen në ambient të freskët dhe të thatë, por jo afër tyre, pasi rrezikojnë të prishen më shpejt. Kungujt. Kungujt mund të qëndrojnë shumë gjatë nëse i ruanin në temperaturë dhome, ndërsa në frigorifer procesi i prishjes së tyre është shumë i shpejtë. Hudrat. Njësoj si qepët edhe hudrat do të prishen në frigorifer dhe do të zonë myk. Bananet janë fruta tropikale edhe durojnë nxehtësinë më së miri. Të ftohtit në frigorifer ndalon procesin e shëndetshëm duke rrezikuar kalbjen e tyre. Kafeja. Mos e mbani në frigorifer nëse nuk dëshironi që të humbas aromën. Sigurisht bëhet fjalë për kafen kokër, pasi kafen e bluar mjafton ta mbani në një vend të mbyllur, larg burimit të dritës. Shalqiri. E dim që në fakt shalqiri sa më i ftohtë jetë aq më i shishëm është, por një studim i Departamentit Amerikan të Bujqësisë ka evidentuar që vetit kryesore antioksidante të shalqirit ruhen më mirë në temperaturë ambienti. Kanaqet e hapura. Nuk duhet fusim kur në frigorifer kanaqet e hapura, pasi mund të ndodhë që metali të shpërbëhet.
Mirë se erdhët, jemi rikthyer, është pjesa e dytë e këndit gatimit në Vila 24, do të përgatisim sallatën me pulë dhe mollë. Kjo është receta e dytë, i kemi bërë pothuajse gati për bërësit, përveç se mishët pulës që kemi gatitur që në pjesën e parë, zonja Vjose kemi dhënë pak ngjyrë dhe duket që ka marrë një çik ngjyrë të kuqeren. Sa e kemi zverdhur, shiko, i kemi bërë krokant, Pak krokante. dhe pothuajse s'ka fare yndyrë, për arsye se ne i hollëm vetëm një lugë yndyrë. Kemi pastruar Selinon, selinon, dhe do ta presim në fije shumë të holla, ja, në fije të tilla. Po, kemi dhe rukolan mbi tryezë që kemi sjell nga frigoriferi sepse duhet të qëndrojë aty. Të lartë, të tharë, gati, ja. E hedhim në një tas, pasi do t'i përzjejmë një herë. Unë kam vendosur këtu dhe vetëm një gjethe sallatë jeshile për t'i thënë ambisave, që mund t'a bëjnë dhe vetëm me sallatë jeshile, por dhe të përzjerë. Atëhere, i largojmë këto Kjo sallatë me 160 gram fileto pule, një kokër Për dy persona, Për 2 persona është llogaritur, një kokër mollë, një deg selino, një spec i verdh, 4 lugë gjelle kos, 2 lugë çaj ose një lugë gjelle majonezë si të dëshironi, sipas majoneza jep atë shijen e këndshme, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 4 lugë gjelle lëng portokalli, 100 gram rukola dhe majdanos. Kjo është lista e përbërësve të sallatës me pulë dhe mollë. Ndërkohë, i kujtojmë ambisave dhe zonjave të shtëpisë që kemi përgatitur edhe tavën me patate, me parmixhan e kemi në furrë, ende vazhdon pjekja e tavës, është receta do më shumë se 30 minuta. Madje kemi nxjerrë dhe një stikadent. Për ta bërë provë. Po e lëmë në fund besoj unë që të... Kemi nxjerrë, jo stikadent, dhe mos të robit njerëz. Për Shishe bap, nga to shkopin të shishe bapit. Po, edhe ëmbëlsirat me këto i provojmë, djen. E dina vizat ose vendosin një thik ose një pirun, ka mënyra të ndryshme për ta kuptuar që tava është bërë apo jo. Ja, këto gjethet i mbajmë edhe për dekor, i vendosim këtu. Kush dëshiron mund të hedhë dhe më shumë, mvaret nga shija, e kemi thënë dhe herë tjera, për sallata, nuk mund të luajmë do të kemë ëmbëlsira atë, po dhe ke një gatim. Nëse japim një spec jeshil, një spec të kuq, 2 patate, ndonjëri nga ju kërkon të dominojë më tepër, fjala vjen speci kuq. Heq pataten, një patate dhe specin se perimet zakonisht janë të llogaritura, 500 gram, 300 gram, dhe ne i ndajmë këto për arsye që të komunikojmë sa më mirë me anvisat, i ndajmë në copë, po mirë është që t'japim me gramatur. Unë jam ndeshur me këtë bisedë me anvisat dhe më ka thënë që po ne s'kemi peshore, Vjolca, na i thuaj me copë. Dhe ndonjëherë mendoj që i bëj kështu. Por, ju, cila shije ju pëlqen më tepër që të dominojnë në sallatë, mund ta llogarisni vetë. Unë jam këtu tek shijet mesatare, pak nga të gjitha. Si korçare e mirë që je, këtë mollën do të e kam lartë, ta fshi akoma dhe më mirë. Po, në kubik, por me gjithë lëkurë, jo pa lëkurë. Ande nga anë të tua është kjo mollë. Po, starkin këtë që lëkura ka shumë vlera në fakt, ka shumë vitamina dhe mund të ndodhë që edhe lëkura mund të ketë më shumë vitamina se sa tulli. Tani, vetëm do ma presësh të heqësh ato dhe kubikët jenë me... Po dalë të ndorë sa duash, jo, po shumë të mëdha. Sipas paka shumë në porcion me selin, no? Një qik më tepër, me brinjë 1 centimetra, do t'ishte mjaftueshëm. E shohim, hedhim këtu në këtë tas dhe specin e verdh, po mund t'a presim dhe atë specin. Mirë do t'jetë, është shumë i mirë për testina, bën shumë mirë për të ftohtin dhe për griprat. Është i pasur me vitamin C, si i verdhi dhe i kuqi, dhe speci e shile, por specat me ngjyrë dallohen për përqindjen e vitaminës C. Është e vërtet. Rekomandohet edhe për personat që kanë mungesë të hekurit. Pra, këtu i kemi gjithë ingredientët. Do të hedhim tani një çik më të trash këtë mollë. Ja. Niki? Më të plota. Më të plota një çik. Mjafton të krijojmë atë komoditetin në konsumim. Është një sallatë me shumë kolor, me shumë ngjyra dhe madje ngjyra të kombinueshme. E verdha me jeshilen, me të kuqen, Atë ku ka shumë ngjyra, ka dhe shumë shije. Është e vërtet. Është një mesazh që marrin shisat edhe
U bëm pak më të trasha disa. Nuk ka problem, se janë të se pafundshme. ne kur i ham në salat frutash, mund të marrësh dhe një. Të janë të ëmbla, Ja, këtë por ne prapë thamë ti që nuk do jetë nuk do jetë një sallatë e ëmbël, kuptohet, megjithëse Jo, kemi mollën dhe absolutisht ja. portokallin. Tani, ajo çka bën ndryshimin dhe shijen, që e vulos në fund, janë ingredientet që plotësojnë dresingun. Unë do të vendos 2 lugë çaj të plota me majonezë, kos, 1, të shtrira këto, 2, 3, ja 4. Për një porcion 80 gram mish për këtë sallatë është mjaftueshëm. Pa. Do të hedhë lëng limoni. Portokalli. Po, më fal. Nga që jemi mësuar... Vitamin C janë brenda, thjesht pse vetëm vjen ka pak me mund të- atët. Ja. Se zakonisht salcat i përgatisim me lëng limoni, nda është bërë si dhe Pak krip. pak krip, pra majonezën, kosin, lëngun e portokallit, Dhe e bëm më të hollë. kush e firmos në fund dhe që jep atë shijen, vaj ullirit. Afër. Sigurisht që vaj ullirit do të jetë, të marrim këtë paketimin që e përdorin kryesisht për Po, sallata, është paketim i ri, po që është me ullin të pa bërë mirë, si të thuash. i trazojmë Kështu e të ka gjithë të paketimin. përbërës. Aguridhe që quhet pa pjekur, me një cilësi shumë të mirë dhe që mjafton që ne përdorim dhe themi që është vaj ekstra i virgjë që na bën ushqimet shumë të shijshme dhe janë shumë të shëndetshme, vlerat proteinike janë të pakrahasueshme, që nga ngjyra, aroma edhe shëndeti mirë që marrin prej ullinëve, prej altis. Ne sjell altis këtë mundësi në tryezën tonë dhe nuk i ndajemi. Tani shoh që bëre një krem më të hollë. Po, më të hollë që të lyjë të depërtoj tek rukola. Vullën e vendos gjithmonë salca një sallate, dresingu që përgatisim. E Edhe pak përgatitëm me piper, majonezë, me piper kos, të zi, me të krip, freskët. portokall, vaj ulliri edhe piper i zi i freskët. Është një salcë për sallatën komplet ndryshe nga salcat që kemi përgatitur ne zakonisht. Tani, të gjithë të përbërësit, këtu do t'i trazoj me dorë për t'u përzierë këto me njëri tjetrin. Nuk do t'a prish me prish. Unë e rregulloj, po t'a bëj, po jo se e prish. Ne kemi thënë që çdo Dresingun, mbasi do t'a vendos në pjatë, shkon vetë tek do t'a vendos aty në fillim. po i largoj këto përbërës që nuk na duhen në mënyrë që t'i hapim vendin. Do të vendos dhe copat e pulës. Po, e kemi lënë të ftohet, ato gjithmonë është kusht që të mos ngjyrshojnë ngjyrë edhe rukola, se nëse do ishin të nxehta, perimet e tjera do të ngjyroseshin. Nuk është për t'u habitur se ne mund të gatuaj mishra të ndryshëm me mollë, duke filluar nga mishi i viçit, i lopës, i derit, me dardha, me çfarë të dëshironi ju. Do gatuaj dhe reçelin me mish, molla është... Reçelin me mish? Po, i edhin reçel mish. E pra, po. Mishin me reçel. Mishin me reçel, po që e kanë çuar reçelin do të thoja deri tek mishi. Po, dhe prapë shihet janë fantastike. E hedhim dresingun në këtë formë. Dhe pjesën tjetër mund ta lëmë në një tas të vogël. Po. Ja, dhe në atë tasin. Dhe sipas dëshirës mund t'i shtoni në pjatën tuaj. Po. Këtu. Tani, s'na mbetet gjë tjetër, vetëm pak fare gjethe majdanozi. E i largojmë këto të gjitha. Edhe majdanozi. Ju nuk kam beteni besoj në mua, se unë ju kam thënë, e kam deklaruar që unë bëj pak rëmuj kur gatuaj. Kështu që është si puna edhe e shkrimtarëve, që ka shkrimtarë të mëdhenj që nuk e mendojnë dot të shkruaj pa patur shumë libra vërdall rëmuj. Ju pëlqen ajo pjesa. Po, dhe që të shkosh në tryezat e tyre është... Ja. Atëre, sa për freski, pak majdanoz, dhe një sallat që do t'ju mbetet në shije, në kujtesë, dhe që vetë stomaku juaj do t'a kërkoj shumë shpesh. Të
të lumshinduar. Do bëj një përmbledhje të përbërësve, sepse më ngelet me rak dhe asnjë përbërës nuk kemi të pashfrytëzuar në tryezë. Ka përfunduar receta e sallatës me pulë dhe me mollë, 160 gram fileto pule ose një fileto. Për 2 persona është kjo. Fileto të vogël, ha? Fileto të vogël, një kokër mollë, një deg selino, një speci verdh, 4 lugë gjelle kos, 2 lugë gjelle majonez, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 4 lugë gjelle lëng portokalli, 100 gram rukola dhe majdanos në fund. Kjo ishte receta jonë e sallatës. Tani zonja Vjota si mendon të nxjerrim edhe tavën e patates apo s'besoj të jetë bërë? Po, besoj që është bërë, kështu që... Në rregull. Ndërkohë, regjia na ndihmon me koston e të dyja recetave të sallatës. E para është kostoja e sallatës me pulë dhe mollë, për 2 persona është 280 lekë. 140 lekë persone. Po. Kemi gatuar për 2 persona salatë. Më mirë kam një salatë të tillë, sa të pini një kafe. Ja. Më duket sikur është bërë sepse ka ngjyra, ka arome që ka. Shkopin ja e kemi këtu. Shkopi provës për të kuptuar se ajo janë bërë patatet apo jo. Po, patatet janë bërë dhe sigurisht që ne të na dalë njësoj si një fejt pastiqeje dhe të na duken shtresat. Beshameli tani është në gjendje të nxehtë dhe na shkrin, na hapet. Por po ta lëm pak 15 deri në 20 minuta që të ftohet, sigurisht nuk e ham të ftohet, mbas 20 minutave do të jetë e ngrohtë aq sa do të na pëlqej. Do të na dalë njësoj si një pastiqe ku ne do t'ja shohim të gjitha rreshtat e patates, të beshamelit, të proshutës dhe mendoj që do t'i pëlqejë. Qa sallatë është bërë kjo dhe çfarë salce zonja Vjolca? Shumë e shishme. Është komplet ndryshe. Vula është komplet ajo salca që mirë bëre që e vure edhe këtu. Po. Sepse edhe mishi, ta lësh vetëm me mishin. Po dikush e do më pak, dikush e do më shumë atë pjesën e dresingut. Si të dëshironi, me një lugë ja hidhni në pjatën tuaj. Pra, majonez, kos, portokall, piper të zi krip. Majoneza është sa gjysma e kopsit. Si ide. Si ide. Nëse kemi 2 lugë gjelle kos, 1 lugë gjelle majonez. Bravo, për një person. Vaj ulliri sa orë? 80 gram mish për një person, 160 për 2, një deg selino, një kokër mollë. Shumë e shishme. Për një person mund të përdorësh dhe një gjysmë molle, që jo të dominojë shumë. Spec të verdh, nëse është i zakonshëm speci, nëse është i madh, do ta ndani për gjysmë. Nuk do ta tepërojmë me asnjë ingredient. Dhe më pëlqeu fakti që i bëre pak krokante, i ka dhënë shumë lezet mishi. Pjesa e mishit, po, duhet mishi të bëhet që krokante. Sepse ka sallata ku mishin e pulës e kemi lënë ashtu të zier madje, jo të skuqur, vetëm të zier dhe fije, po është tjetër lloj sallate, ka tjetër dressing, ka tjetër përbërjes, thua, ka tjetër përbërës. Tani kalojmë tek tava e patateve, nuk arim do ta provojmë dot në këtë moment? Jo, ti mund ta provosh një çik, po unë desha që ta nxirja në... Do doja që të shikonim edhe koston. Ta pres një çik me... Presim pak. Se është interesante në fakt proshutën, pataten, djathrat. Është pak, domethënë nuk na vjen ne shumë mirë në gatimin tonë, në kostot tona, nuk na vjen në rreth xhepit tonë, se është 760 lekë dhe ne nuk e kalojmë 500 lekshin për 4 persona, por ja vlen tani se... Po të hash një porcion të tillë dhe një porcion nga kjo sallatë, atëherë ngopësh goxha. Dhe këtu ka 6 porcione të tilla. Po, atëherë ne do ta shënojmë që kemi për 6 persona. Mund të llogaritet dhe për 6 persona, ne kur gatuajmë në tavë, nuk kam tavë më të vogël, se ndoshta atë kisha bërë më të vogël. Pra, kur ta presim, do doja të tregoja anvisave që kemi proshutën, kemi djathrat, kemi ato djathin e pizzas. Po, siguro që beshameli, mirë ta nxjerr Niki. Ta nxjerrim? Po, ta nxjerr çfarë do bëj, unë gjithmonë rrezikoj. Po të vi puna pastaj që më prishet, shahem, nuk ka problem. Është bërë shumë e shishme. Është bërë shumë e shishme, kështu që mos e lër pa e serviru, sepse krijojnë dhe një ide anvisat. Është e vërtet ajo, sepse është akoma e butë dhe mund të... Nga fakti që është e butë dhe e pa piksur mirë, mund të rjedhi, si thua pak. Tham që sallatën mund ta fet bukë. Servirim edhe me një çik bukë kështu, si bukë të zezë. Për shembull, për vaktin e darkës është një recetë më vete dhe shumë e shëndetshme. Edhe na ngop edhe nuk na rëndon. Për 2 persona, mjafti ka ato bukat.
Se s'duhet Tjep kanë më shumë. voçi. Të duhet një lugë tjetër, apo... Jo, nëse mua se më duhet merret të ftohet kjo, por ja do... Në thikën, ndoshta? Ta mbaj pjatën unë përpara. Po, ma afroj qik pjatën. Jo, do të... Sa butë që është në fakt shumë e nxehtë për Shumë ta e butë serviruar. është. Shumë Po, e nxehtë ç'të për të ta bëj unë serviruar, ty, po Niki, ja. ja? Më pëlqente kjo pjesa, se s'do dukesh e fare prosciuta nga sipër, ë? Niki është e gjatë dhe gati, pjata Mirë, për shë shumë se të mbaj dhe këtu lartë. afër. Më troqi aroma, se më nxjerr këtë avullin e ngrohtë, Ja, e shohin Edhe- ambisat. Vëre pjatën këtu? shtresat e Ka dalë patateve, si një lazanjë. të beshamelit, Ha? po fiksi një Ja, lasagne. e shohin edhe prosciuta. ambisat, shtresat i shohin këtu. Nuk e di, a më Po ndjet edhe dot këtu i kanë më mirë të kamera, renditura. ha? Po. Shumë e këndshme, imagjinoni se çfarë shije që ka, kur ta ha kështu dhe syri të vjen ti mbaro shpejt e shpejt të dyja recetat. Falenderoj zonja Vjoca, kam haruar diçka, siç e thua Faleminderit dhe ujin ty. fat. Për mundin idetë dhe për kushtimin dashurinë që i jep çdo lloj recete për zonjat tona të shtëpisë. Ja, kjo ishte. E përfunduam këtu hapësirën e gatimit. Faleminderit, nesër që jemi në po të njëjtën orë. Besoj se ke menduar recetat për ditën e nesërme, se Patjetër, çfarë do të patjetër. sillim për anvisat tona. Ne do të takojmë pas pak, mos u largoni. Mirupafshi.